Alo? Po? Posta? Okej, kur mund vi ta marr? Okej, në rregull, faleminderit. Erdhëm të posta, tash shkojmë me marrim porositë. Ecim. Edhe postën e morëm, tash i ikim te shtëpia, hapim unboxing. Ikim. Erdhëm tek shtëpia, erdhëm te setupi. Tashi unë e hapa kuti, nuk prita do që të hapja të regjistru, se bezi prisja që ta dije se qa kishte në kuti. Dhe qa kishte në kuti, ishte një webcam. Sony më ka njësë këtë webcamin, me thonë drejtën nuk është se kisha një webcam, përdor telefonin, është i shkojmë edhe ta hapim se si është kamera. Me thonë drejtën, unë këtë përdore për webcam, vendosja këtë mbajtës në telefonit, cila është kjo mbajtës e telefonit që e kam bërë për me vendos në tavolin, edhe ja si i kam vu shenja këtu, që ti ishte fix pozicioni i kamerës, që kur tisha tu filmu vetën, që bësha videot, ta kisha fix në pozicion. Edhe ja, që t'ju tregoja këtë para. Shkojmë tash i hapim kamerën. Ja, shkojmë me unboxing. Të po unboxing. Presim këtu e herë. Smart Tracking Smooth Excellence. Shohim mirë çka ka këtu. Manuali. Edhe vijojmë tek kamera. Ja, kjo është kamera. Siç shifet. Kjo sillet, është me ndjekje, të ndjek, da që lën stabel, da që ndjek si të dush. Kjo është nduket hapja, po. Kështu vendoset. Vendoset kështu. Edhe lidhet këtu te kjo pjesë. Okej, nice, mu kamera më pëlqen shumë. Shumë e lezetshme. Sido që t'ishte pa kamerë isha, pa webcam. Të vendosim pa këtu. Shohim çka ka këtu. Çe ka kështu. Çfarë është kjo? I grisim. Do jetë kjo për me lidh të për me lidh kamerën. Nice. Si çega. Trash. Çega gjatë mjaftueshëm. Mjafton sa të du. Lidhet besoj këtu. Ka USB-C port me USB. Që u lidh ka bashk. Opa, unë e s'kamera. Edhe u këthy gjejën e vetë. Ja, ne do bëjmë gjënë më të rëndësishme të shi. Që dihet. Prit. Opa. Sa bukur është. Sa bukur është. Është tjesht shumë e bukur. Ja, e vendosëm kamerën. Kufit më do të t'i vendosja për arsye mikrofoni. Unë nuk ka se kam një mikrofon, dhe përdoj mikrofonin e kufjeve për mikrofon. Edhe po, kamera është tjetër nivel. Besoj që duket shumë qartë. Jam shumë i pastër edhe në fytyrë. Dhe dritën marrë redukton shumë, jep fokusin vetëm tek fytyra. Është tjetër nivel, nuk krahasohet me telefonin. Dy veçori kishte kjo kamera, më falni që po shikoj ndonjëherë edhe nga monitori, për arsye se tek monitori kam veten time edhe mund të kujtohem më shpejt që shoh defektet. Me bo si form lëje, kjo të smallote, po, u smallu, dhe ja e kap fokusin në sekond, dhe me bo dhe njëherë lë, ma bën zoom out. Gjëja tjetër që kishte të veçantë kjo, ishte edhe se kamera të ndjek. Okej, ja, unë shpejt, ja. Kamera vjen tek unë, ku do që të shkoj unë. Një gjë shumë e mirë dhe e nevojshme, sepse nëse mu më duhet që të lëviz saktë dhe më duhet që t'jem në fokus kamera, vjen mas meje. Ja, se do ju tregoj dhe një video tashi që është pjesa e bome me webcamin. Do të thonë si e përdorja unë webcamin, do e lidhi me kompjuter, telefon, jo duke regjistruar direkt, edhe ta shikoni ju se si është ndryshimi. Ky është momentalisht pamja e webcamin. Tashi kalojmë me telefon. Dhe këtu jena me telefonin.
Shumë poster është edhe me telefon, po prap se përdori telefonin të zej gjysa e ekranit takon që të zej unë me telefon që të linë vend webcami. Por që prap me nëzirë shumë të poster në fytyrë, redukton shumë edhe defektet, është më e bardh, nëzirë më të bardh e webcami, është tjetër nivel. Dhe jemi këtu me webcamin që na solli Sony. Dua t'i them shumë faleminderit Sonit Alkings, të falenderoj për dhuratën. E di që ishte dhurata ditëlindjes, u vonove pak një muaj, fiks një muaj e vonova për asja, por që e solle, që të falenderoj shumë nga zemra. Ndërsa për ju shikues, faleminderit që ndoqët këtë video, mos harroni të bëni sa më shumë like dhe subscribe dhe falenderoj Alkingsin. Shihemi në videot e radhës.